sa përqind e qytetarëve, veç për Gjilan po më intereson, sa përqind prej tyre kanë votuar para kafës së mëngjesit dhe sa pas kafës së mëngjesit? Po, I kam statistika, në fakt, në orët e para kanë votu 8.977 qytetarë. Po në sa ora pijet kafja mëngjesit në Gjilan zakonisht? Po, në varet prej shijes qytetarëve, ka prej kur ka fillu në fakt hapja e qendrave të votimit, na realisht e kemi pas edhe një lidhje direkte prej kafeterive, edhe kom theksu që prej njërën prej kafeterive Gjilanit, edhe kom theksu që ndonë se kafja ka qenë plot, mu nuk më duk që ka interesim të qytetarëve të cilët e kanë shfrytzu kohën e lirë për me kalu në kafeteri, për shkak se edhe ashtu ndodh ndice të zakonshme, pra kafeterit edhe jashtë procesit zgjedhor, pra ditës së zgjedhjeve është plot, veç mas në këto ditë, në kohë të festave, ashtu Gjilani ka gjallëri për shkak që edhe dje që ka shumë mërkimtar. Pra ma shumë mas kafës. Po, ma shumë për i bjen mas kafës. Edhe unë të kuptova qështu. Po më pëlqen Gjilani, do më thonë, rinë traditës mas kafës shkon vota. Bravo, faleminderit shumë.